Sot është dita ndërkombëtare kundër punës së rënd të fëmijëve dhe si koalicioni i organizatave për mbrojtjen e fëmijëve, bashkë me organizatën anëtare Tërdezam, kemi organizuar këtë instalacion simbolik për të paraqitur format e rënda apo të rrezikshme të punës së fëmijëve. Në Kosovë ka shumë fëmijë të cilët punojnë punë të rënda, lista e punëve të rënda është e gjatë dhe përmes këtij instalacioni duam të japim mesazhin që puna e rënd apo puna e rrezikshme shkatërron fëmijërinë e fëmijëve, dëmton rënd shëndetin, mirëqenien dhe edukimin e tyre, dhe kjo është një thirrje nga ne si koalicion për ndërgjegjësim dhe për veprim për parandalimin dhe mbrojtjen e fëmijëve nga punët e rënda. A ka pas interesim të qytetarëve me mbrojtje? Po tash vetëm sa është bërë ky si instalacion, ne para disa ditëve e kemi lajmëruar, ne presim që do të ketë interesim nga qytetarët, falenderojmë edhe mediat të cilat kanë shprehë interesim për të ndjekur këto si ngjarje, përndryshe ne do vazhdojmë edhe me aktivitete të tjera, edhe në komuna dhe veprime të tjera për sensibilizim sa më të madh për parandalimin e formave të rënda të punës së fëmijëve.